Shpesh herë në media është folur për keq menaxhimin e fondeve të universiteteve publike në vendin tonë. Rasti më i fundit ishte ai i Universitetit Bujqësor, ku abuzimet kishin kapur shifra të paimagjinueshme, ndërkohë që performanca kishte mbetur në vend numero. Por sot do të flasim për një tjetër lloj abuzimi, që ka të bëjë me frekuentimin e ambientit të punës nga drejtuesit e një tjetër universiteti, ati të sporteve. Universiteti në fjalë është i organizuar në 3 fakultete, ai i shkencave të lëvizjes, i veprimtarisë fizike dhe rekreacionit, i shkencave të rehabilitimit, si dhe një institut i kërkimeve shkencore të sportit. Para pak kohësh, në redaksin tonë bëriti një denoncim anonim në lidhje me këtë institucion që kishte të bënte me njërin nga dekanët. Përshëndetje, doja të bëja një denoncim tek ju për dekanin e Fakultetit Shkencave të Rehabilitimit në Universitetin e Sporteve, për Robert Çinën. Dekani nuk paraqitet në punë dhe pjesën më të madhe të kohës është jashtë shtetit. Kjo mund vërtetohet nga sistemi Teams me hyrje daljet e tij. Dhe në kohën që zoti Çina ka qenë jashtë shtetit, duke u bazuar në listë prezencat, ai është paguar një lloj sikur të ketë qenë punë, ndërkohë që nuk ka qenë i pranishëm. Duket që denoncuesi është një person i brendshëm që njeh mirë çdo lëvizje të dekanit. Madje, bashkë me denoncimin, na vën në dispozicione dhe dokumenti nga sistemi Teams dhe listë prezencat nga fakulteti. Nga hyrjet ose daljet shfaqen 2 muaj nga viti 2022, viti 2023 i plot dhe 4 muaj nga viti i shkuar 2024. Nëse marrim si referencë vitin e plot 2023, rezulton se zoti Çina ka qenë jashtë shtetit për 86 ditë. Nga këto, 29 ditë kanë qenë fundjava, ndërsa prej 57 ditëve të tjera, asnjëra nuk përkon me festat zyrtare, pra kanë qenë ditë normale pune. Duke ju referuar listë prezencës së janarit 2023, zoti Çina ka qenë i pranishëm për 18 ditë pune dhe 4 ditë ka qenë me leje vjetore dimërore, që do të thotë se dekani është paguar për 22 ditë. Ndërkohë, sipas sistemit Teams, në janar 2023, Robert Çina ka qenë jashtë shtetit për 13 ditë. Prej tyre, 9 ditë kanë qenë ditëjave. Nëse do të supozonim se nga këto 9 ditë dekani ka marrë 4 ditët e lejes vjetore, do të thotë se 5 ditëjave që ka qenë jashtë shtetit janë të pajustifikuara, ndërkohë që zoti Çina është paguar edhe për to sipas listë prezencës. Duke vazhduar më tej, në shkurt të 2023-shit, Robert Çina ka pasur 15 ditë pune dhe 7 ditë leje vjetore të mbetura nga 2022-shi. Në shkurt, ai ka qenë jashtë shtetit për 15 ditë, nga të cilat 10 ditë kanë qenë ditëjave. Nëse përjashtojmë 7 ditëshin e lejeve vjetore, do të thotë se 3 ditë janë të pajustifikuara, ndërkohë që sipas listë prezencës, ai ka qenë i pranishëm në fakultet. Ndërkohë, në maj të 2023-shit, sipas listë prezencës, Robert Çina ka 22 ditë pune dhe nuk ka asnjë leje vjetore, mungesë apo raport. Por nga sistemi Teams, rezulton se dekani ka udhëtuar jashtë shtetit për 9 ditë gjatë këtij muaji dhe 6 prej tyre kanë qenë ditëjave, që rrjedhimisht duhet të jenë ditë pune. Si mund të ketë qenë 6 ditë prezent në punë zoti Çina, teksa ka qenë jashtë Shqipërisë? Njësoj si në muajin maj, edhe në qershor të po të njëjtit vit, dekani i Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit ka 22 ditë pune, teksa sistemi Teams tregon se ka qenë jashtë për 4 ditë dhe 2 prej tyre kanë qenë ditëjave, që nuk janë të justifikuara as me leje vjetore, as me mungesa e as raport. E njëjta situatë qëndron edhe për muajt e tjerë të vitit 2023, por duke variuar me numër ditësh të ndryshme. Por në fakt, sasia nuk është e rëndësishme, për sa kohë shkelja është kryer, qoftë për 1, 2 apo edhe 6 ditë. Ndërkohë, edhe në prill të vitit 2024, zoti Çina ka udhëtuar jashtë shtetit për 7 ditë, ku rezulton se 5 ditë kanë qenë nga java e punës. Teksa në listë prezencën për periudhën 1 deri në 30 prill 2024, shkruhet se dekani ka pasur 20 ditë pune dhe 2 ditë leje vjetore dimërore me vendim të rektorit. Duke përjashtuar 2 ditët në fjalë, rezulton se 3 ditët e tjera nuk kanë asnjë justifikim, por sërish dekani është paguar. Po ashtu, në ditë dhe orare të ndryshme, ne u paraqitëm pranë Fakultetit të Shkencave të Rehabilitimit për të kërkuar dekanin Robert Çina, por ky i fundit nuk ishte gjithmonë prezent. Sa i sigurimia dekanit Robert Çina është këtu. Dhe fësja a është këtu? Ja. Nga do që ai ka qenë një shërbim në Stockholm, në studentët të sti, në nuk i dhja do visë ka për do vëzë. Seni, a është të dekan këtu? Jo, nuk është. Okej. Seni, a është dekan këtu?
Robert Cina Dekanit. Kështu, dhe janë një konferenca ka me ministrët e nga të qëmë. S'është. Për momentin nuk është që janë dhe gjithë të drejtuesit kanë shkuar në një konferencë. Në fakt, këtu bëhet fjalë për mbledhjen e organizuar gati 2 javë më parë nga kryeministri Edi Rama dhe ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu, ku prezantua dokumenti për politikat e arsimit të lartë 2030. Në lidhje me këtë konferencë janë vendosur në dieni të gjithë dekanët e universitetit, të cilët duhet të ishin të pranishëm, por nga firmat e hedhura në listë rezulton se edhe këtu zoti Cina ka munguar. Përveç se me punën në universitet, Robert Cina është i angazhuar edhe me një aktivitet privat, që ka si objekt import-eksport, shpërndarjen me shumicë dhe pakicë të artikujve farmaceutik. Në këtë biznes, Robert Cina është administrator dhe ortak me 35%. Ndoshta këto lëvizje kaq të shpeshta të tija shtetit mund të kenë të bëjnë me aktivitetin në fjalë, por më mirë mund të na tregoj vetë ai. Unë jam Lorena, jam gazetare nga emisioni Piranjat. Donim të dinim si është e mundur fakti që në pjesën më të madhe të kohës ju jeni jashtë shtetit, ndërkohë që supozohet që jeni në vendin tuaj të punës. Kush ta ka thënë fjalë? Tani unë kam një dokument nga sistemi TIMS, ku më rezulton që të paktën nga viti 2022, një pjesë të vitit 2022, gjatë gjithë vitit 2023 dhe në një pjesë të vitit 2024 ju jeni çdo muaj jashtë shtetit. Dhe na rezulton që duke përjashtuar fundjavat, sepse normalisht janë ditë pushimi. Kam qenë një pjesë kam qenë me shërbim nga institucioni dhe ditë tjera kam qenë nuk e di tash nuk si di. Unë kam në fakt dhe një pjesë listë prezencave, dhe rezulton që dhe në ato ditët që ju keni qenë jashtë, mund të jenë me 2 ditë, 4 ditë apo 6 ditë variojnë, jeni paguar sikur keni qenë edhe gjithë atyre ditëve që ju keni. Duhet t'i shikoj që t'i shpjegoj. Duhet t'i shikoj që t'i shpjegoj. Mund t'i shikojmë bashkë në zyrat tuaja? Po, tash në këtë moment unë jam në një takim. Udhëtimet kaq të shpeshta jashtë shtetit si janë të justifikuara? Sa të shpeshta janë. Ju keni udhëtuar çdo muaj, po përjashtojmë fundjavët, po them gjatë ditëve të javës. E kusht e keqja, duhet të rakordoj edhe me lejet që kam marrë, sepse leje zakonisht mos i vjet kam një muaj leje zakonisht pa marrë, se kam punuar gjithë beharin. Po vetëm kaq vetë të kuptoja tani, si është e mundur që jeni kaq shpesh jashtë shtetit, domethënë gjitha këto lëvizje tuaja kanë lidhje me fakultetin, apo mos ndoshta janë lëvizje të tjera që mund të kenë të bëjnë me punën tuaja private, qoftë me biznesin tuaj privat apo diçka tjetër. Nëse kam marrë leje çfarë keqe ka këtu? Nëse kam marrë leje nga leje zakonshme. Zoti Cina ka gjithë të drejtën të shfrytëzojë lejen e zakonshme për të pushuar apo për çështje të tjera të biznesit të tij privat, por nga ajo që ne përmendëm më lart, nuk flasim për ditët e lejes, por për ato mungesa që nuk janë të justifikuara në asnjë lloj mënyre. Të lutem, mi bën dispozicion, lëni protokoll, meqense po më pyet si dekan, lëni protokoll, do t'i shohë, do t'jap. Po mirë, gjatë këtyre ditëve të mungesave, juve kush ju zëvendëson fakultet? Non që lihet zëvendës dekanit, i lihet e drejta që të vazhdoj të zëvendësoj atë detyrë që ka zëvendësoj dekani. Fakti që ju jeni paguar edhe për ditët që nuk keni qenë prezent, a mbani përgjegjësi për dëmin ekonomik që mund të keni shkaktuar fakultetin? Nuk di të jem paguar për ditë që s'kam qenë, edhe që s'kam qenë me leje. Nuk di të kem ditë tilla. Pra po më flas dokumente. Po më fal, ti po më flet, nuk po më tregon dokumenta. Më tregon dokumenta. Është një pjesë dokumentave në prezentave tuaja. Mirë, faleminderit. Mi jep edhe ato ti shoh, të konsultojmë do të. Konsultoj bashkë. Po, më vjen keq, unë tash s'jam në dispozicionin tënd. Mirë, pra unë thash, kur të parunim mbledhjen e dekanatit, po mund të vi. Po jo, më nuk kam kohë unë të rit merrem me ty. Nuk kam kohë unë. Se nuk kemi kohë. Po se duhet kem kohë? Kam një detyrim që të kem kohë? Ti s'mund të ndalosh në rrugë, më kërkosh në kohë ime. Do t'i jap përgjigje, thash që do t'i jap. Po ju thonë, unë nuk kam kohë. Sigurisht nuk kam kohë tani, se na pret një prind fëmijë. Por dekani nuk vonoi dhe u kthye sërish për të folur me ne, edhe pse me të njëjtat përgjigje që nuk tregojnë asgjë. Zoti Cina tani, më fal, sepse bëhet fjalë për ju, jo nuk keni. Po të gjej kohë, më vlen një numër telefon, një numër telefon, jo nuk kam kohë. Sepse këto do ta gjej kohën, po më ti konsultoj, ti shoh. Shoh lejet, po të shoh lejet që kam marrë, të shoh kur kam vënë deleguar, kur kam ikur, çka kam ikur, mbaj mend unë 22 mësua ti. Po se dini për çfarë keni këtu daljet jashtë shtetit kuriozisht. Po duhet i shoh, duhet i shoh. Mbledhje për shkak të duhet, po di unë çka konferencash kam qenë vjet. Po jo çdo muaj nuk mund të keni çdo muaj, besoj ju. Po çdo muaj unë dash sa herë të dua se në qytetari Lira. Me sa duket, zoti Cina bëri sikur nuk e kuptoi pyetjen tonë për t'ju shmangur përgjigjes, sepse ne nuk mund t'i kërkojmë askujt llogari për lëvizjen e lirë jashtë vendit. Por ama, kemi të drejtën të kërkojmë një shpjegim nga anëtarët dhe autoritetet më të larta akademike që paguhen nga fondet publike dhe
të tarifat shkollore të studentëve, por për këtë pjesë të dëmit ekonomik dhe akademik që mund t'i shkaktohet universitetit nga të tilla mungesa, duhet të dëgjojmë më mirë rektorin Agron Kasa. Për sa i përket listë prezencave të autoriteteve drejtuese apo gjithë punojësve janë shënuar në ligj dhe në statut. Listë prezencat përgatiten nga shefi i departamentit, firmosen nga ai, firmosen në fund nga dekani dhe kalojnë direkt në zyrën e financës për pagesë. Pra, rektori nuk di asgjë çfarë bëjnë vartësit e tij, as kush hyn e kush del në ambientet e punës. Se çfarë bën shefi i departamentit në bashkëpunim me dekanin është puna e tyre. Kjo gjithmonë sipas asaj që thot zoti Kasa. Unë këtu kam një mandat me leje të zotit Qina, që i kam të firmosur në gjithë. Na vendosen në dispozicion. Jo, to janë dhëna personale, nuk mund t'japim. Por unë që të bëj një verifikim saj, juve do të nisim me email. Pra, sipas rektorit, lejet vjetore të një dekani të universitetit publik konsiderohen si të dhëna personale dhe vetëm në rast se kërkohen me email, nuk klasifikohen më si të tilla. Një autoritet drejtues i institucionit mund largohet edhe për efekt për çështje pune, sepse një dekan shkon në kuadrin e internacionalizimit, mund të shkojë jashtë për të bërë marrëveshje, për të bërë lobime, për programe të saktuara. Fakulteti i riabilitimit është një fakultet i ri dhe si i tillë ka nevojë më shumë se çdo fakultet tjetër, edhe për specifikën që ka, se bën pjesë tek shkencat biomeksore, ka nevojë më shumë se çdo fakultet tjetër i cili të faktorizohet, se njësoj 4 vjet jetë ka. Për këtë arsye zoti Qina, jo vetëm zoti Qina, por janë shumë anëtarë të tjerë që ne i dërgojmë për të lidhur me universitetet si Motra të ngjashme për gjetur mundësinë e konvergjimit për të bërë programe të përbashkëta. Në fakt, përveç dekanit Qina, nuk na rezulton askush tjetër nga dekanati këtij universiteti me kaq shumë udhëtime jashtë vendit, apo ndoshta ai mund të jetë vetëm lobues i besuar i rektorit. Universiteti është i detyruar të ecë sipas akteve rregullative që ka. Në momentin që ne kemi një indicje zyrtare për të filluar një proces të hetimit, ne bëjmë hetimin dhe pastaj nxjerrim përfundimet. Deri sot unë nuk kam një indicje të tillë, është hera parë që po atakohem me këtë çështje dhe prandaj po ju them, nëse ju besoni që me vërtet ka, jeni të bindur që ka, ma nisni me shkrim dhe unë do të filloj procesin. Rektori Kasa, çuditërisht për lëvizjet e zotit Qina, nuk ka asnjë djeni dhe pret të nis procesin me një indicje zyrtare, ndërkohë që nuk është treguar gjithmonë kaq tolerant me të tjerë pjesëtar të stafit. Për njërin prej pedagogëve që nuk ka qenë i pranishëm në një mbledhje për pak orë për arsye shëndetësore por të pajustifikuara me dokument, rektori ka marrë menjëherë masa, duke i hequr ditën e punës. A mund të dyshojmë se zoti Kasa vepron me dy standarde? Sa për dekanin, duket se gjërat nuk do të ndryshojnë. Ai do të vazhdojë të bëjë turizëm me paratë e shtetit.